mund t'i fokusoj kamera, që është karakteristik e artit dhe arkitekturës orientale, që i ndeshim ke kishat përgjithsisht bizantine, dhe më vonë pastaj dhe tek feja islame u mor ky element i kupolave dhe u përdor gjithësisht tek xhamit, sidomos xhamit e famshme të Stambollit ose xhamit e ndërtuara nga perandoria osmane kanë karakteristikë të kupolave të bollshme me hapësira të jashtëzakonshme, ku dhe zëri i njerëzve të klerit që merren me lutjet e ceremoninë fetare tingëllon, dhe kupola është hapësira universale e cila sundohet nga Zoti. Ndërsa aniatat nuk janë gjë tjetër veç se apsidat e secilit nef. Ndërsa apsida e Shën Spiridonit është dhe ajo e zbukuruar me afreske, kur në qendër është vendosur Shën Maria dhe ka skena të tjera biblike. Por qëllimi kryesor i yni është që të ndriçonim në detaje sot të gjithë korricën, që nga shtëpitë e saj, ura, kisha e Shën Spiridonit, tradita beratase e zbukurimit banesës me obor, me çardak, me sofat, me porta monumentale, edhe deri tek kopshtariat dhe tek lulet dhe saksit që nuk mungojnë elementet e banesës beratase. Tash i lirë të bie qartë në sy ligji akustikës, që besoj se ka qenë gjithmonë i studiuar në ndërtimin e kishave, sepse zëri tingëllon në mënyrë të qartë, të thellë, të kthjellët. Është një traditë që perandoria romake e mori nga teatrot antik dhe e shfrytëzoi tek bazilikat, që në fillim ishin ndërtesa për gjykatat, dhe ai modeli bazilikës u përdor edhe në kishat. Dihet që mjetet e fonisë, siç po përdorin mikrofonin, kanë hyrë në përdorim vetëm në shekullin e fundit, dhe më parë njerëzit përdornin këto teknika që zëri të humbonte dhe të vinte i drejt për drejt, ndoshta duke u lidhur edhe me një farë misticizmi që të bënte efektet e tij tek masa e besimtarëve që i dëgjonin. Dhe këtu kemi një fron që quhet fron kishtar, ku uleshin autoritetet më të larta të kishës, që asistonin gjatë gjithë ceremonive fetare, sepse ato i bëjnë në punësit e thjesht fetar, por gjatë ceremonive të rëndësishme. Dhe ky fron në këtë kishë të Shën Spiridonit tregon se kjo lagje ka qenë një lagje e rëndësishme, e cila gjatë ceremonive fetare të rëndësishme që bëheshin këtu, vinin dhe autoritetet më të larta të Beratit, si mitropoliti, peshkopët e ndryshme e tjerë. Por unë duhet të them që një pjesë e madhe të peshkopëve të Beratit kanë qenë me origjinë nga Myzeqeja, dhe përgjithsisht nga Myzeqeja e Lushnjës, ku vetë nga fshati Bubullim kemi pas disa peshkopë. Por meqense jemi në një institucion të kultit fetar dhe qëllimi ynë nuk është të bëjmë propagandë fetare, por të ndriçojmë si vepër monumentale, do të them që në lagjen Mangalem, përballë Gorricës, në vitin 1922 në shkollën e kësaj lagje u mblodh edhe kongresi i përfaqësuesve të komunitetet fetare të Shqipërisë, i cili shpalli në vitin 1922 pavarësinë, autokefalinë e kishës shqiptare nga Patriarkana e Stambollit, asaj që ne sot e quajmë kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë, ndërsa në Kalan e Beratit ka punuar dhe Onufri, si në Shën Mitër dhe në kishën e Shën Evangelistrës, të cilat janë rënoja sot, dhe sot ne kemi edhe në Kalan e Beratit muzeun e Onufrit, ku ruhen veprat të ikonografisë pas bizantine dhe veprat të Onufrit madh. Por në kishat e Beratit ka punuar dhe i biri i Onufrit, Nikola, një piktor i vlerësuar shumë nga pikpamja artistike i shkollës post-bizantine, siç janë dhe piktorët e tjerë, Konstantin Shpataraku, vëllezërit Korçar, David Selenicasi, Onufër Qiprioti e të tjerë.